Edi Rama thret nesër zyrë dhe të thot Ilir Kulla, ç'mendon se duhet ndryshojmë dhe të bëjmë me mandatin e 4? Çfarë do t'i këshillonte Ilir Kulla? Kjo është një histori në vetë, ti është i qartë që nuk ka për të thirrur. Ai e ka ndarë me mendjen e vet se ç'do bëj. Ja, po mirë. Dhe ka për të bërë. Për mua njeriu që këshillohet nuk bën asnjë gabim, as nëse çfarë. Ti e di që gjithë burrat e shteteve në Europë, Shtetet e Bashkuara kanë pas këshilltar shumë të mirë dhe shumë zot. Po shiko, Shqipëria është rast sui generis. Po shumë sui generis. Me Edi Ramën unë kam pas marrëdhëniet e mia edhe shumë të ftohta dhe në luftë. Po edhe në luftë hapur, po edhe të paqta edhe të mira edhe shumë të mira. Pra nuk është se njihemi sot etj. Unë shpresoj që atë procesin e rinovimit të klasës politike që ai nisi me këtë zgjedhje ta çojë deri në fund. Se vërtet Shqipëria meriton. Po këtu po bie pak kontradiktë, rinovimi do të jetë dhe më i dobët parlamenti i ardhshëm. Cilësia e parlamentit do të jetë më i dobët sepse makina se si e prodhon. Mungesa e demokracisë brendshme partive këtë prodhon, por kjo është histori në vetë, është një analizë komplet në vetë. Pra unë mendoj që Edi Rama e ka të pamundur që të bëjë atë që bëri Fatosnano me Edi Ramën, duke lejuar që të futet nëpërmjet konkurimit, humbjes etj, sepse nuk ekziston më kjo gjë aty. Sot partia është e liderit. A mendon që por ai ka iniciuar një rinovim të grupit parlamentar, jo indiferent, jo të vogël. Shpresoj që kjo gjë të bëhet kapilare, të shkojë poshtë dhe në pak vite të ndryshojë gjaku. Lënda e parë, se do hymë BE, po me këtë do hymë BE. Do të çojmë në Europarlament përfaqësues, po ta përfaqësues do shkojnë. A mendon se kemi një brestri? Do çojmë 10 deputet në Europarlament dhe 30 përkthyes, çfarë do çojmë? Pa do të kemi një brestri që do të futet politik dhe ka një kulturë të re ndryshe nga këta. Shpresoj kultura politike mësohet në politikë. Pa. Unë nuk e kam njohur politikën, s'kam dash futur në politikë. Politika më ka tërhequr, ka qenë njerëzit që më kanë futur brenda që më kanë tërhequr në lojë. Unë ka qenë Fatosnano, ka qenë Ilir Meta që më kanë futur brenda në lojën politike, Bamir Topi me cilin kam bashkëpunuar, e shumë tjerë nga këta që të shumë, kush më shumë, kush më lartë, kush më pak, dhe rrugës kam mësuar. Që këta njerëz duhet mësojnë, duhet dënë shansi. Pra ai duhet vijoj, pra zgjedhjet e ardhshme vendore unë shoh që gjysma të janë femra. Kandidate për kryetare për se janë më të hakikatshme, më të punës. Spinë alkool. Nuk abuzojnë, nuk gjua ndryshon. Pa më zbutur gjua femra. Nuk është me rop shtëpie, me kështu etj. Me libër shtëpie. Duhet se kështu është Evropa nëse do vazhdoj.